kemi nevojë me u kthy tek teoritë, që do ni kthejmë po s'na shërbejnë kur gjë, përderisa kemi të kodifikuar rregullat rregullore e punës. Edhe një herë kryetari shpjegona pak pse ke thirrë seancën mas 14 viteve, kur thot mas 2 javëve. Seanca është thirrë nga 41 deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, amendamentet janë proceduar nga presidentja e vendit. Besoj që je i kënaqur me përgjigjen. Dikush tjetër a është paraqitur për fjalë, zonja Musliu? Mirëmbrëma të gjithëve të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, e nderuara kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës, të nderuara kolegë dhe ju kolegë deputet, media dhe gjithë pranishmit që jeni në sallë. Kisha pas qef një përgjigje prej Albin Kurtit me na tregu prej kuj po tutën që po marrin seanca natën. Kishte qenë shumë rëndësi se po mdohet që po tutën fort sa i përket seancës. Nderuara kryetare, edhe në këtë moment kur po flas, unë hala s'kam pranu ftesë për pjesëmarrjen këtë seancë. Dhe jam e bindur që askush prej krejt deputetëve nuk ka pranu ftesë për thirrjet kësaj seance. Na ka ardhur një mesazh, hajdeni se kena seancë në ora 8, mesazhi ka ardhur 7:47 minuta, 13 minuta para 8-ve. Na jemi sot këtu, po sot nuk kemi marrë askush ftesë me shkrim dhe qysh e përcakton protokolli Kuvendit. Doni me thonë ndoshta dikush këtu që është seancë e jashtëzakonshme se u bonomi, edhe pse kur gjë nuk është e jashtëzakonshme, çdo gjë është e zakonshme. Kur gjë s'është ka ndodhur në Kosovë. Krejt çka është ka ndodhur në Kosovë është që për 2 javë rresht e kemi pa përpjekjet e Albin Kurtit që në Kosovë ta instalon një sistem totalitar. Deputetet ta tërheq vrejtjen për përdorimin e kësaj gjuhe dhe të lutem për mbaju rendit të ditës. Unë të falenderoj shumë për tërheqjen e vrejtjes, veç tregom ku gabova. Besoj e din shumë më mirë se une. Tregom ku gabova, cila fjale ime ishte fjale jo parlamentare dhe unë kërkoj falje, të lutem. Sa i përket çështjes së jashtëzakonshme, du me bo edhe një herë me kthy në kujtesën e qytetarëve të Republikës Kosovës. Kur në Skenderaj vërshimet e rrezikonin jetën e qytetarëve, kur nuk funksiononte asgjë në Skenderaj, kjo qeveri, këta njerëz hezitonin, të lutem se është krahasim. Nuk ka deputet tjerë të paraqitur për fjalë, prandaj edhe vazhdojmë me rendin e ditës. Më lejoni që t'ju njoftoj me këshillën juridike. Çdo ndryshim do të kërkoj miratimin e 2/3 të gjithë deputetëve të Kuvendit, përfshirë 2/3 të gjithë deputetëve të Kuvendit që mbajnë vende të rezervuara ose të garantuara për përfaqësuesit e komuniteteve që nuk janë shumicë në Republikën e Kosovës. Pra kjo parashihet në nenin 144, paragrafi 2 Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Pra nevojitën së paku 80 vota përfshirë këtu 14 vota të deputetëve të komuniteteve që nuk janë shumicë në Kosovë. Para se të kalojmë në procedurën e votimit, duhet ta konfirmojmë praninë e deputetëve në seancë. Prandaj fillimisht po votojmë për prezencë, votojmë tash.